Absolutisht, qëllimi i tyre pra shiko, që në momentin që doli në daljen e parë publike me datë 4 tetor, me datë 24 tetor, 25 tetor të 2023-shit, etiketimi që i bëri palestinezëve si Amalek, pra duke u bazuar mbi një të dhënë biblike, mbi një shkrim biblik të vjetër të manipuluar, pra duke i quajtur kafsh, duke i quajtur njerëz të cilët duhet të zhduken, pra qëllimi ishte ky. Pra në momentin që ti e dehumanizon kundërshtarin, atëherë qëllimi jot është automatikisht asgjësimi total i kundërshtarit. Pra asgjësimi i tij ushtarakisht, asgjësimi i tij në aspektin civil, asgjësimi i tij në aspektin kulturor, pra asgjësimi i tij edhe në aspektin territorial. Pra kjo është pra dehumanizimi çon kësaj dhe gjatë gjithë deklaratave të jo vetëm të Netanyahu, por të gjithë kabinetit qeveritar tyre kemi pasur të bëjmë me një dehumanizim. Pra ky ka qenë qëllimi i tyre. Pastaj këtë dehumanizimin e kam fshehur pas pengjeve, e kam fshehur pas eliminimit Hamasit ose pas një diçka tjetër, pra pas një titulli për kopertinë reviste, kjo është tjetër gjë. Por qëllimi ka qenë dehumanizimi dhe në moment që ti e dehumanizon diçka, do të thënë do thua që kjo nuk është pjesë e jona sepse nuk është humane. Pra ne jemi human, këta janë, duke qenë se janë humane, atëherë këta duhet fshihen, nuk duhet ekzistojnë më. Ky ka qenë qëllimi i tyre.